Me rastin e 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovo, aktivitete dhe organizime festive janë mbajtur jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës ku jetojnë shqiptarë. Një nga momentet më të veçanta të kësaj dite ishte shfaqja e flamurit të Kosovës në ekranet gjigante të Times Square, në zemër të New York City. Në një prej shesheve më të njohura dhe më të frekuentuara në botë, flamuri shtetëror u shfaqi ndriçuar mes dritave shumë ngjyrshe, i shoqëruar me një mesazh urimi për pavarësinë. Pamjet e flamurit që valvitej në ekranet e mëdha digjitale të Times Square janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e mirë e qytetarëve dhe vizitorëve. Ky gjest simbolik u konsiderua si një moment krenarie për shqiptarët kudo që ndodhen. Times Square njihet globalisht si një pikë referimi kulturore dhe turistike, ku çdo vit transmetohen mesazhe dhe fushata nga vende e organizata të ndryshme ndërkombëtare. Shfaqja e flamurit të Kosovës në këtë hapësirë prestigjioze u pa si një afirmim i identitetit dhe shtetësisë së saj në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë, në Kosovë dhe në diasporë, 18 vjetori i pavarësisë u shënua me aktivitete festive, koncerte, homazhe dhe organizime të tjera përkujtimore, duke reflektuar unitetin dhe përkushtimin ndaj shtetit.